إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar në Kur'an në shumë ajete, na ka paralajmëruar për rrezikun e shejtanit. Se shejtani si shejtan është ai i cili lufton, hulumton që si ta devion njeriu. Kjo është ai shejtan i cili është mallkuar. Por ka shejtan e në shejtan për njerëzive. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Inna shejtana kana lil insani aduwan mubina. Me të vërtet shejtani është armik i qartë i njeriut. Derisa është armiku i qartë, atëherë ne duhet të kujdesmi për shkak se ky armik përdor metoda të çuditshme. Se si ta devion njeriun birin e Ademit. Prej metodave të cilët i përdor ky armik është ndajherë e përdor metodën e frigës të frigavecat. Nëse të nuhat shejtanin që ti tutësh, ai e përdor metodën e frigës. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Me të vërtet shejtani është që i frikson miqtë e tij, ata të cilët ecin pas atij, ata të cilët e dëgjojnë atë, e thot fala takhafuhum, Allah thot mos ju frigoni atij, po frigoni mua, Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse jeni besimtar. Nëse të vëren shejtani që si e tuc, atëherë ai e përdor mënyrën tjetër, formën e zbukurimit. Ti zbukuron gjërat, ti zbukuron gratë e huaja, ti zbukuron makinat e huaja, ti zbukuron vendet e huaja, ti zbukuron bregdetet, ti zbukuron armiqtë e Allahut e kështu me radhë. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawm min an-nas. Thot kur shejtani ja zbukuroi juve veprat e juaja dhe ju tha: sot nuk ka kush prej njerëzit që mund të mundje juve. Nëherë vjen shejtani dhe të bën që ti je shumë i mirë, të duket që ti je më i miri në sipërfaqen e tokës. Krimët tuaja ti bën se je duke bë vepra të mira, dallaverët tuaja ti paraqet se ti je të sakrifikuar për diçka. Je të sakrifikuar për atë dhe, je të sakrifikuar për kamp, je të sakrifikuar për këtë, e duket në insan që je duke bën, në realitet je duke përgatitur veten për zjarrin të xhehenemit, dhe çka i thot shejtani? Shiko, ajtë se ne trim mbrapa ti. Ty mire ke punën, ti vetëm hec. Edhe ai mendon se për nime është ai person që nuk ka sot kush që mund e mund. Allah na ruaj. E nëse të shet që ti nuk të pëlqehen zbukurimet, ai ka metoda tjera i armiku i Allahut
të tonë që të mbjellje urrejqe dhe armitsi. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha." Me të vërtetë shejtani don që të shtije mes juve armitsi dhe urrejqe. Kjo është armiku i cili është i mallkuar. Por mos harrojmë se kemi shejtan prej xhinave dhe shejtan prej njerëzive. Ulemat e dinit Allahut subhanahu wa taala kanë rënë në dakord se me të vërtetë ka shejtan prej xhinave dhe prej njerëzive. Janë bazuar në ajetin Suratun Nas: "Alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan-nas." Për kësaj kuptohet që ka shejtan prej xhinave edhe ka shejtan prej njerëzive. E disa prej ulemave kanë thonë se shejtant prej njerëzive janë më të rrezikshëm se shejtant prej xhinave. Allah na ruajt. Pse? Thot se këto sherrin e kanë të madh prej njerëzive. Këto mujnë me bo bela të madhe. Këto mujnë me i deviju njerëzit. Këto hartojnë dhe planifikojnë dhe ndihmojnë njërin tjetrin, lidhen gjithë shejtant, e pastaj i si me bo një sherr kundër muslimanëve. Allahu na ruajt. Prej mënyrave që i përdorin të shejtant janë qëllimi i tyre që t'i devijojnë njerëzit prej rrugës të vërtetë. Shejtani prej xhinave e inspiron shejtanin prej njerëzive, edhe ndoshta që hip edhe në minber edhe në hutbe dhe paraqet veten si hoxh, e pastaj i në realitet është një shejtan i cili flet, apo shejtani i cili flet në gjuhën e këtij shejtanit prej njerëzive, i cili tenton të manipulon dhe të luaje me ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ulemat e dinit Allahut subhanahu wa taala kanë thonë: çdo njeri që bashkëpunon me dikant për me i pengu muslimant që të zbatojnë fejen e Allahut, urdhnat e Allahut, ki person është ushtar i iblisit, është shejtan, amun ushtar është i ati shejtanit madh të iblisit. Pse? Se ki e zbaton urdhrin e ti dhe ki jep mund dhe sakrificë që t'i pengon njerëzit prej fejes të Allahut dhe t'i nxjerrë prej fejes të Allahut. Pa marrë parasysh metoda, forma, mënyra që e përdor. Ke ajo që thret në gjëra të kota, ke naj moto, ke naj logo, ke naj mendim, por nëse është qëllimi që ki ti nxjerr njerëzit prej dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë ki është një ushtar prej ushtarve të iblisit, një shejtan prej shejtanve të njerëzive. Se këto shejtan prej njerëzive tentojnë çdo kënd ta devijojnë. Asnjë musliman mos talon. Allah subhanahu wa taala na tregon për iblisin, për mosuesin e këtyre shejtanëve prej njerëzive, që ka thonë: la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ne do t'i devijojnë të gjithë, kështu ka thonë iblisi, mësuesi këtyre, përveç se ata të cilët janë të devotshëm. Njerëzit e devotshëm është shumë rënd që shejtan prej xhinave dhe shejtan prej njerëzive ti luhatin prej parimeve të tyre fetare. Pse janë të rrezikshëm këto? Shejtan prej njerëzive dhe prej xhinave. Se Allahu subhanahu wa taala në surën An-Nahl thot: "Fasta'idh billahi minash shaytanir rajim." Dhe kërko mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej shejtanit të mallkuar. S'ka thon prej iblisit, po ka thon prej shejtanit. Pse? Se shumë shejtana ka. Iblisi ai pari. Ama këto shejtanat e vegjël prej njerëzive, edhe prej xhinave, këto janë të shumë. E për këtë arsye Allah subhanahu wa taala ka thonë: "Fasta'idh billah minash shaytanir rajim." Kërko mbrojtje te Allah. Për këtë kur tash është në rrjetet sociale,
si tash është që fol, është filoni, vetëm thuj eudhu billahi minash shejtanir rajim, se tash është duke fol shejtani. Tash është duke të paraqit dyshime në shoqëri, në mesin e shoqërisë islame, që të devijon njerëzit prej rrugës së drejtë. Nëse ndalmi pak mendojmë, armiqt e pejgamberëve të Allahut, kush janë kanë? Shejtan dhe xhinat? Apo shumica prej tyre janë kanë prej njerëzive? Prej njerëzive. Gjithë pejgamberët e Allahut që kanë ardhur, shumica atyre të cilët e kanë luftuar pejgamberët e Allahut, janë kanë prej shejtanëve të njerëzive në çdo periudhë e në çdo kohë. Mënyra atyre është që normal t'i largojnë njerëzit prej dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala në mënyrat e tyre të çuditshme, në format e tyre të çuditshme. Ndajherë pretendojnë me patriotizëm, ndajherë me nacionalizëm, ndajherë me prufe tjetër. Për këtë arsye nuk ka mundësi me pas fe përveç islamit që të pranuar të Allahut. Ai që pretendon që ka fe jashtë islamit, ai është betër shejtanit, shejtan që flet. Shejtan që flet. Fe nuk ka që është e pranuar të Allah, vetëm dini islam. E kush pretendon që ka një fe tjetër që duhet ta praktikojnë shqiptar dhe musliman në sipërfaqen e tokës, pa më parasysh çfarë nacionalitetit e jetë, kush mendon, ai vetëm se është ka gabuar dhe ai dhe të jetë prej banorëve të zjarmit të xhenemit, dhe ai i cili pretendon dhe thret nuk është tjetër përveç se një shejtan i cili flet. Allah na ruaj. Por normal, rrjetet sociale ju kanë hapë çdo kujt dirt që mbeturinat e tij që i kanë në trup dhe në zemër t'i shpalosin. E këto shejtan prej njerëzive që kanë fol ulemon të dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala, që kanë thonë ka shejtan me mec. Kjo nuk është hadith, edhe pse të njerëzit ndoshta mendojnë që është hadith, por nuk është hadith. Është fjalë selefit. Shejtan me mec, do thot ai i cili hesht ndaj të vërtetës, ai është shejtan me mec. E po ki që i thret në dalalet, çfarë shejtani është? Kjo është shejtan që i fol. Njoni shejtan që s'ka gjuhë, qetri shejtan që ka gjuhë. Nëse është që e mbron të kotën dhe thret në të kotën, është shejtan me gjuhë. Ai i cili e sheh hakin dhe të vërtetën dhe hesht, është shejtan me mec. Allah na ruaj. E lusmi Allahun që Allahu të na ruaj prej tyre. E këto që flasin janë disa lloje. Një prej tyre që flasin që të dojnë të ndalin njerëzit që urdhrojnë në të mirë dhe ndalin nga e keqja. Kjo është një shejtan. Ata të cilët ja zbukurojnë të keqen, amoralitetin, e paraqesën dashuri, dita e Shën Valentinit, dashuri, zemrat kuqe, lulet kuqe, shëritat kuqe. Kjo është realitet, amoralitetin ato. Kjo është shejtan. Kjo është shejtan. Ato tjerë prej tyre ka që duan turpin ta hekën prej shoqërisë. Mos i vjen marrë. Kjo është një lloj shejtani, por ki si e turpin me dizajnin e fustanave, teshave, lakuritësi që i dizajnon, një dizajn i bukur ka dal, edhe gradualisht tenton të shpërndahet dhe të vesh në mesin e shoqërisë. Kjo është një lloj shejtan që ndon ta heke turpin prej mesit të shoqërisë, dhe ke shejtan që shkruajnë idetë e tyre i shpërndajnë në për rrjetet sociale, në për libra, në për gazeta, por në atë mënyrën e tyre dinake dhe që bien helmime, dyshime. Kjo është një lloj shejtani që shkruan. Kjo është një lloj shejtani që shkruan, dhe prej shejtanave më të mëdhej ai është i cili me veprat e tij dhe fjalët e tij tenton që njerëzit t'i largon prej dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala, si në veshjen e tyre, në pamjen e tyre, në festat e tyre, në gjërat e tyre, të cilët kundërshtohet me parimet tona fetare, dhe thrasën që Allah na ka tregu, ha ulai ahda min alladhina amanu sabila. Allahu akbar. Këto shejtan prej njerëzve çka thajnë? Rrugë jo besimtarve, jo muslimanëve
ata janë më mirë se sa muslimanët që ecin në këtë rrugë. A keni dëgjuar se shejtana? Unë kam dëgjuar në rrjetet sociale. Ato më mirë kanë se sa ne muslimanët. Kam dëgjuar se shejtana. E këto thonë Allah na ka përshkruajtur në Kur'an. Ka prej tyre që thonë jo besimtarët e kanë më mirë se sa muslimanët. Allah i na ruajt. Më rreziqi më i madh është ata të cilët tentojnë që ta ndrojnë fejen islame. Të bien fe tjetër. To janë Allah subhanahu wa ta'ala i ka përshkruajtur këto subhanallah në Kur'an, atë shumë që mundohen, atë shumë që flasën, atë shumë që bëjnë takime, atë shumë që tentojnë, si kur shkuma ju del prej gojës, si kur qeni që e qëtë gjuhën. Allah i na ruajt. Allah subhanahu wa ta'ala këtë lloj të njerëzive i ka përshkruajtur në Kur'an, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْحَثْ. Thot është shembulli i tyre, për aty ajetet vjen, për ata të cilët ju ka dhënë Allahu dituri dhe janë zhveshur prej udhëzimit, prej islamit, prej imanit, e kanë lënë fejen e Allahut, Allahu subhanahu wa taala thot shembulli i tyre është sikur qeni. Nëse ti e ngon, ai e çet gjuhën. Po ti nëse ndarësh, ai prapë e çet gjuhën. E këto janë, kështu i ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na ruaj prej sherrit të tyre. Do thot e para është Allah i ka përshkruajtur këto kategori njerëz si qeni. Pjesën e dytë të hutbës dëshon llojin e dytë këtyre njerëzve si e ka përshkruajtur Allahu. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na ruaj prej sherrit të tyre. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى hoxhallar, ulemat, ata të cilët tentojnë ta falsifikojnë dinin e Allahut, të ndryshojnë ajetet e Allahut, të bëjnë hile në ajete dhe në hadithe, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përshkruajtur si kur qeni, Allah i na ruajt. E në ajet tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përshkruajtur si gomarët. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himar yahmilu asfara. Atyre të cilët u dha Taurati dhe ata nuk zbatuan ato, nuk vepruan me ato urdhnat, janë sikur gomarin kur ta ngarkojsh me libra. Sikur gomarin kur ta ngarkojsh me libra. Nër është i përshkruajtur si qen, nër është i përshkruajtur si gomar. Edhe më e çuditshmëar se Allahu subhanahu wa taala thot: "Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Allahu thot për ata të cilët tentojnë të fshehin argumentet tona që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, pas që ja kemi bërë të qartë njerëzive ne, këto janë të mallkuar. Nuk është hadith, deli dë prendon, dë lindje ka perëndimi. Tallet me hadithin, tallet me gjinat, tallet me ajetet e Kuranit. I mohon, këto do të thotë, atëherë përveç kësaj a peshet që njerë është i përshkruajtur si gomar, njerë si qen, njerë i mallkuar, ai i cilën o vëllezër. Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu ka thonë, 3 kategori të njerëzve prishin fejen Allahut. Gabimi i dietarit, munafiki i cili polemizon me ajetet të Kuranit, ja ndron vendet dhe bon hile, dhe sultani i devijuar, udhëhecit e prishur të devijuar. Këto 3 janë që shkatrojnë fejen Allahut subhanahu wa taala. Allahu të na ruaje, Allahu të na udhëzon. Për këtë çdo kanë që del në rrjetet sociale, mos e dëgjoni, pa ja dëgju fjalë dhe pa ja këshir punët, pa e njoft kush është, çfarë besimi ka, çfarë si vepron, ai ka të vërteta apo jo, se kjo është din, ne duhet të kemi kujdes të ruajmë veten tonë dhe familjen tonë prej shejtanëve, prej gjinave dhe prej njerëzve. Lutë Allahu subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithëve në xhennetul firdaus wa aqimus salat.